Unë ka adresu 17 lanë në gjykatën kushtetuese. Gjë që e ka mbrojt, unë mendoj që është në mbrojtësit efektiv kushtetueshmërisë që dojshin me çkarravit, thjesht, në këtë vend. E dyta, dikush ka mendu që, për shembull, ardha Bedri Hamzës mundet me shkaktu tash i dhënim te reformatorët e Memli Krasniqit, por përkundrazi, po duket që po funksionon te elektorati ai pajtimi që po don me bën dhe që po e mrin me bën brenda PDK-s zoti Hamza, sidomos me Ladrovsin, po edhe me të tjerët. Dhe Memlin praktikisht e bën shef të shtabit. Kjo dëshmon derisa ai me rolin e shefit të shtabit dëshmon që nuk ka çamje midis këtyre dyve. Dhe tjetra, PDK-ja do të thotë ka një listë tepër të mirë, sidomos me prumje të reja që për herë të parë hinë 10-shën e parë. Domethënë që është ky Arben Mustafa Besa Kabashi, që janë domethënë dy prej trive që hinë listë në 10-shën e parë me të pare. Edhe kujtimi. Prandaj, po ti e ki për shembull e ki Gruden, e ki Uranin, që duhet me theksu që i ka sjellë rreth 30.000 vota për herë të parë për PDK-s Prishtinë. Uran Ismaili. Pastaj, i ki Gensfel Vukën, e ki Arjan Tahirin, e ki Besjana Musmuratën, e Lisa Hoxhin. Mungesa e Memli Krasniqit në listë? Unë mendoj që është mungesë. Por mendoj ajo është çështje e tij personale, sepse ai sigurisht që do të ishte në 10-shën e parë, pa asnjë diskutim. Por është zgjedhje e tij personale dhe e respektoj. Unë mendoj që ka me fuqizu shumë Partinë Demokratike veprimi Memli Krasniqit. Pse, asnjë politikan duhet me morë rnek këtë shembull që ka boj. Përvoja Memlit... Tash mund me fol për demokraci brenda PDK-s. Memli ka një përvojë të jashtëzakonshme në organizimin e zgjedhjeve. Edhe në kohën e Hashim Thaçit ka qenë kryetari i shtabit zgjedhor, edhe tash e ka bërë të njëjtin veprim. Kështu që unë mendoj për pos që ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm, u dosht me ngrej komën zhag ky edhe me do deputet që s'ash dosht fare me kon listë. Arben, e kam një koment për listën e kandidatëve të PDK-s, për arsye se shumica e gjanave u thanë. Unë vetëm kom qenë befasume edhe nuk e shoh sikur hipotezë të mirë që nuk është përfshi zoti Limaj. Kur e dim që kanë një do më thonë, elektoratin e kanë të përbashkët. Zoti Limaj ka dalë para shumë viteve dhe ka kriju partinë e vetë nismën, zbashku me zotin Jakub Krasniqi atëherë. Edhe tash për shembull kur ti mundesh me bë koalicione të vogla, sikur që është zoti Eman Rahmani, edhe e ki numër 8 në listën e PDK-s, Një pyetje zonja Jupi. Po më falë se nuk e më le, veç një sekundë, Arben, se e keni marrë zakon gjithë këtu, besoni 30 sekunda nuk po muna me shprej mendimin dhe në fund po më del krejt. Po ta kurresh si ta di mendimin të në këtë po hiç s'ka problem që shtash. Në pyetje, të leja me vazhdu. Kështu që kjo është befasi me përfshin e listën e PDK-s. Unë kam pas rastin me bisedu me shumë njerëz që janë eksponente dhe janë edhe votues të PDK-s, janë zhgënjy me mos përfshirjen e zoti Fatmir Limaj. Një pyetje kam zonja Ejupi. Urdhna. Sa deputet do t'i merrte nisma në listën e PDK-s? Po s'pakti 4 deputet. Në 28 dhjetor, pas festës që do të ndodhte, të nesërmën, Bedri Hamza do të mund t'i llogarisë ata 4 deputet si të tij? Po unë e di se e kanë kriju këtë narracion edhe ato e ka penalizuar. Po në detaje, unë po e di se është kriju ky narracioni se kjo ndodhi me AK-n edhe natyrisht se të gjithë janë step për këto. Po unë mendoj që me PDK-n për arsye se janë brumi njëjtë e me AK-n kanë divergjenca dhe dallime. Të nesërmën këta do të shkonin në takim tek Limaj apo tek Bedri Hamza? Aty përgjigje. Ta 4 deputet. Bravo. Tash unë nuk e di se unë nuk jam Fatmir Limaj me vendos, por unë mendoj kishte qenë me një marrëveshje, cilën domethënë Arben atë dhoni përgjigje pranderës. Ja, me lajm u myt ato. Ja po se ti petu narracionin e vetë vendosur. Sa narracioni vetë vendosur është mendimi jam. Jo, nuk ka mendimi. Kjo mendim që po çarkullon në për çdo gazetë.
qarë unë me mendu si kur jo, apo kjo është mendimi jemi, i vetë vendusis. Unë po do kam me mendu vis, po pikërisht. Është narracioni vetë. Milaj Zeka e din ma mirë sa është para me në të rjedha. Faleminderit që Veç ka shumë debat. elektorati PDK-s bashkë nuk dojnë me një për Fatmirli. Bravo, pret tash, si analiste, Po ju nuk